Miqtë e mi, jemi midis lumejve Tigër dhe Eufrat, po mundohemi që të bëjmë po atë itinerar që ka bërë dikur dhe Aleksandri Mall për të zbritur drejt Persisë të asaj kohe, drejt Tiranit të sotëm. Tu jemi rrugës për në Arabi Saudite dhe pastaj do të vazhdojmë më poshtë për të arritur deri në Katar, ku na kanë informuar që gjendet një papir shumë i rëndësishëm për historinë tonë dhe që ka të bëjë me një letër pra të shkruar në papir nga Aleksandri Mall i Maqedonisë, pra ky mbret me origjinë antike shqiptare, i cili ka hyrë në anët historisë si njeriu më gjenjal i gjitha kohërave. Jam pas rreth 5 orë në shkretir pafund. Jemi drejt kufirit të Arabisë Saudite. Në fund të një, edhe pak do kalojmë në Katar. Ja, edhe Ali. Hello Ali. Hello. Ja, ku jam dhe unë. Miqtë e mi, kemi kaluar lumejt Tigër dhe Eufrat. Jemi gjithmonë duke ndjekur atë itinerarin që bëri Aleksandri Mall, mbreti me origjinë shqiptare, Aleksandri Mall i Maqedonisë në shekullin e 4 para Krishtit. Pak a shumë kemi ndjekur po atë itinerar për të kuptuar, për të parë me sytë tan atë që ai pau rreth 2400 vite më parë. Dhe këtu kemi përballë Gjirin Persik, pra detin që shikoni përballë është deti Gjiri Persik. Kemi kaluar në zonën e Siparit, kemi kaluar në zonën e Urukut, kemi parë Eridu, Ur, gjithë zonat e vjetra, Larna, Eshnuna e tjerë, gjithë lokalitetet për zbritur këtu. Pas me është shkretira e Arabisë Saudite, përballë kemi detin e Gjirit Persik, më poshtë atje në krah të djathtë kemi Katarin, që ne do vazhdojmë më tej, është thujse përballë është Bahreni, ishulli i Bahrenit, pastaj më poshtë kemi Katarin. Dhe do vazhdojmë pra deri në destinacion për të ndjekur gjithë atë përgjatësia rrugës që bëri një kohë Aleksandri Mall për të arritur në Katar, atje ku ne shpresojmë që të shikojmë atë letër shkrim që bëri Aleksandri Mall në një letër drejtuar në atë kohë Klitit të Ilirisë, në cilën i shkruante shprehjimisht që nga lufta e Trojës lindën 3 mbretëri të një gjaku, ajo Maqedone, ajo Ilirë dhe ajo Epirote. Dhe jemi të lidhur gjithë njëri me tjetrin, shpjegonte në këtë letër drejtuar Klitit, dhe cilën ne kemi parë një foto të saj dhe shpresojmë që një ditë sa po të mbrim në Katar të kemi mundësinë që ta shohim dhe atë pjesën origjinale mbase të këtij papiri. Atëherë unë si gjithmonë do ju mbaj në kontakt, do ju tregoj si po shkon me gjithë udhëtimi dhe ju jap takime datë 30 janar në ora 5 pas dreke, është ditë e premte, do publikoj me 30 janar do publikoj këtë program që kam besimin që duhet jenë shumë interesant. Unë Alban Kraja si gjithmonë nga shkretira Arabisë Saudite, ju përshëndes dhe ju uroj çdo të mirë. Gëzuar vitin 2026.